në favor të Rusisë, të ketë duart e lira në lindjen e mesme Amerika, për shkak se nuk ka kapacitet Amerika të ketë luftë në dy fronte dhe është i detyruar apo të mbyll që të dyja, apo të paktën njërën, dhe për këtë kemi edhe informatën e fundit që presidenti Ukrainës edhe ai kuptohet që i futi Zelenski, kishte një bisedë telefonike me presidentin Erdogan dhe që ka një iniciativë që të mblidhen në Stamboll dhe të përfundojnë luftën në Ukrainë, që të mund të përqendrohen në luftën e Iranit. Perëndimi kolektiv kuptohet që çdo herë ka nevojë që të ketë lufta, për shkak se edhe industria ushtarake e kërkon këtë në Amerikë, për shkak se edhe ata janë donatorët dhe kuptohet që duhet të kenë gjithmonë lufta, që me ato aparat që i fitojnë nga shitja e armave, i sponsorizojnë edhe politikanët amerikanë dhe ashtu që nëpërmjet luftarave dhe korrupsionit arrin që qifutëria kombëtare ta mbajë peng politikën amerikane, po kemi lajme të mira nga Amerika për shkak se popullata amerikane as pak nuk e përkrah këtë luftë kundër Iranit dhe kemi tani edhe disa zëra, sidomos nga rinia, njerëz me autoritet të lartë, të cilët thuajnë që në këtë luftë ne mbajmë anën e Iranit, pra janë amerikanë të cilët hapturazi thuajnë që ne jemi në anën amerikane dhe shpresojmë që Iranit na çlirojnë nga okupimi i Izraelit. Zoti Daudi, nga ana tjetër, sa i përket edhe mbylljes së ngushticës së Hormuzit, mendon se tani do të detyrohet SBA-ja dhe Donald Trump për të zbusur qëndrimin ndaj naftës ruse për shkak të gjithë krizës që po krijohet? Po, kuptohet. Pra, vendimi i parë ishte që ju tha Indis se mund vazhdoni që të bleni naftën ruse, për shkak se ishte kusht për thellimin e bashkëpunimit tregtar në mes Indisë dhe Amerikës, që ata të ndërpresin konsumimin e naftës ruse. Pra menjëherë pasi që u pa që dështoi tentimi për grushteti në Iran, ata i lejuan Indisë që të blej naftë dhe po ashtu ne dim që tani nuk zbatohen sanksionet kundër Rusisë edhe nga shtetet evropiane. Ata janë të gjithë duke blerur tani gazin LNG, quhet pa gaz i langshëm nga Rusia, pra evropianët janë duke e blejtur për shkak se Katari nuk mund ma ta shese gazin për shkak të okupimit apo bllokimit të ngushticës Hormuzit nga ana e Iranit dhe një ndër arsyet është edhe rritja e çmimit të naftës. Prandaj lejon tani qeveria amerikane që secili që mundet të blej naftë nga Rusia mund të blej, po e kemi edhe lëshimin e rezervave të naftës. Pra gjeu mor vendim që gjithë rezervat e naftës që janë në Amerikë të dalin në shitje, po edhe në shtetet e tjera. Kjo edhe për arsyen se kemi Japonia apo Korea e Jugut, të cilët kanë mbetur pa naftë, për shkak se Japonia 90% të naftës e merr po nga ky rajon, po jo vetëm India, kemi Filipinet dhe po ashtu kur flasim se kush është fitues edhe Kina nga kjo situatë. E kemi lajmin e fundit që gjithë rrjeti raketave kundërajrore të Koreas së Jugut gjeu tërhoq nga Korea e Jugut dhe është duke dërguar në Izrael, që ta mbrojnë Izraelin, për shkak se thuaj se Irani i ka shkatruar të gjithë raketat ajrore, kundërajrore të Izraelit, i ka shkatruar thuaj se të gjithë radarët në lindjen e mesme, dhe të gjithë ai rrjeti mbrojtës i Koreas së Jugut nga ana amerikane ra në ujë, kur bëhet fjalë interesi i Izraelit. Pra e kuptuan edhe koreanët jugor se janë një koloni e Izraelit dhe shfrytëzohen që në luftë e mundshme kundër Kinës, apo të paktën edhe kundër Koreas së Veriut. Kuptohet që edhe Korea e Veriut është profituese nga kjo situatë dhe politikë e dështuar e administratës Trump.
Dhe përfundimisht shiqojmë që prezidenca e Trumpit thuaj se ka përfunduar, për shkak se po në këtë vit janë edhe zgjedhjet për Senatin Amerikan dhe dhomën e përfaqësuesve, dhe pasi që ti humb ato zgjedhje, pra askush nuk do ta merr seriozisht presidentit Trump, pra mundësia e tij historike që ta kthej Amerikan në një shtet të fuqishëm, përfundimisht ka dështuar me fillimin e kësaj lufte, dhe ai do të mbahet mend në historinë amerikane si një kukull e lobit izraelit. Zot Auti, për të mbyllur, ndërkaq, kush pritet të fitojë më shumë pra nga i gjithë ky kaos që po ndodh në lindjen e mesme dhe këtij konflikti? Po pritet që të fitojnë popujt musliman të lindjes së mesme, të cilat në këta dekadat e gjithë të sistemit unipolar, pa ndërprer janë sulmuar për interesat të Izraelit nga ushtria amerikane, dhe kemi miliona njerëz të vrarë, miliona njerëz apo 10 miliona njerëz të shpërngulur nga ai rajon, e gjithë infrastruktura është e shkatruar, dhe ata do të jenë përfitues më të mëdhej. Kuptohet që si pasojë do të kemi shkatrime ende të mëdha në atë rajon. Mirëpo kjo është luftë dhe duhet të shiqohet afatgjatë. Besoj që afatgjatë popullata muslimane e lindjes së mesme do të çlirohet nga ndikimi i çifutrisë ndërkombëtare, dhe nëse disiplinohet Izraeli, si duket që janë patjetër të disiplinohen me sjelljen e tyre, apo ndoshta edhe largimin e popullatës izraelite, për shkak se tani e kuptuan ata se situata është serioze, që raketat kundërajrore nuk mund t'i mbrojnë ata nga raketat e Iranit, dhe dal nga dal janë duke lëshuar Izraelin. Kuptohet që nëse bëhet politika me plan të mirë, përfitues më i madh do të jenë banorët musliman të lindjes së mesme, po edhe rendin ndërkombëtar në përgjithësi, për shkak se e shiqojmë përfundimin e rendin ndërkombëtar unipolar. Pra e shiqojmë që fuqia ushtarake nuk është e mjaftueshme që të okupohet një shtet si Irani, e ku mbeti më të sulmone SBA-ja Rusin apo Kinën. Pra asgjë mund të diskutohet, për shkak se edhe sot e kësaj dite nuk diskutohet për trupa ushtarake amerikane të hyjnë në Iran, për shkak se është e pamundur. Do t'ju duhen miliona ushtar këta që nuk i kanë, dhe kuptohet që amerikanët janë vetëdijsuar se të gjithë këta luftërat në lindjen e mesme bëhen për interes të Izraelit dhe një politikani të korruptuar siç është Benjamin Netanyahu, dhe kuptohet që Trumpi tani edhe me moshë është plak, mbas një kohë të shkurtër, jo që do ta humbe pushtetin e tij politik, por ndoshta nuk do të jetë në këtë botë, dhe besoj që gjeneratat e reja të politikanëve do të dinë që ta menaxhojnë këtë krizë për të mirën e përditshme si të Amerikës, si dhe popujve të lindjes së mesme. E qartë, mirë. Zot Auti, kemi arritur në fund. Faleminderit për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Ju faleminderit edhe. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.